sepse, kujdo që, sepse kujdo, kujtdo që do t'i vijë turp, për mua dhe për fjalët e mia dhe për fjalët e mia në mes të këtij brezi kuror shkelës, në mes të këtij brezi kuror shkelës dhe mëkatar, për atë do t'i vijë turp edhe birit të Perëndisë. Për atë do t'i vijë turp edhe birit të Njeriut e të Perëndisë. Kur të vijë në lavdinë e Atit të vet, me engjëjt e shenjtë. Dhe udhëta tyre, në të vërtet ju them se midis jush që janë këtu ka disa që nuk do të shijojnë vdekjen. Ka disa që nuk do ta shijojnë, ka disa që nuk do ta shijojnë, vdekjen, derisa të shohin të vijë me fuqi, derisa të shohin
derisa të shohin të vija me fuqi mbretëria e Perëndisë. Ishte vargu një dhe 28 nga kapitujt 8 dhe 9 nga Marku. Lexoj Biblën tani Thanasi. Unë jam tani Thanasi dhe jam prekur nga Zoti i vetmi që më mësoi gërmat ose shkronjat e alfabetit pa vajtu në shkollë. Është jashtë zakonshme, madhështore, hyjnore, që ka bërë i gjithë dituri për mua. Lavdi të gjithë diturit, të gjithë gjërave në univers. Amen.